familja e Shari dhe gjithë dëshmorët e kombit meritojnë për çdo ditë më respektu. Jo vetëm këtu ditë, po për çdo ditë më respektu dhe shpak një në doket. Ne dim se familja e Shari prej vitit 1990 deri në ramin e tyne kanë fliu çdo sen. Jo vetëm pasurinë, por edhe jetën e tyne që kanë dhënë për këtë vend, sidomos me 22 janar vitit 1990 jam plagosur 2 vajza Baci Trifat, edhe Homzë jam plagosur. Kjo familje dhe gjitha familjet dëshmore meritojnë shumë për çdo ditë, jo vetëm sot. Po më duket pak i kemi lënë si në harres. Jo vetëm familja e Shari, por gjitha familjet dëshmore.